desire, you can become one of our bunch. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire with that. Wings, with a smile you can enchant and lighten up our world. With a feeling we can take flight. Watch us. If you desire, you can become one of our bunch. With a magic ray, the sky is all blazing. An adventure is certain to start in the stars. When I'm cloudborn, I fly through time and space. I color my existence with my imagination. With my flight in heaven. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire with that. Wings, with the new kids on the block, with each other's dearest friends. With a feeling we can take flight. Watch us. Wings, you magical wings, and you run through the stars. A powerful light ray under the sign of the wings. Zgjohu Gjumashe, dielli u bëkoj që ka dal. Edhe për 5 minuta, mami. Je vonë, Blum. Për në shkollë? O, mos, pse nuk më zgjove më parë? O, jo. Po ora me zile pse nuk ra mos, nuk mund ta besoj. Po prit pak, shkolla ka mbaruar, ora me zile nuk ra sepse kanë filluar pushimet, mami, nuk është çaka kjo. Oh, për ti e besove, apo jo? Mua më flihet, po shtriem përsëri. Bën mirë të biesh më herët për të fjetur, mbrëm denjë shumë vonë. Po lexoja. Zanat, mite apo realitete? Oh, sulodhe me këto budallallëqe. Ato nuk janë fare budallallëqe, dakord? Në fakt, tani që shkolla mbaroi, mund të më ndihmosh në dyqan. Oh, mos. Mirëmëngjes, zemra ime. Nuk kam ndërmend ta kaloj verën duke punuar në dyqan, babi. Dua të shkoj të bëj qefi në ndonjë vend me shoqet e mia. Kur të rritesh, mund të shkosh ku të duash. E sa quhet e rritur për ty, o babi? Tashmë jam 16 vjeç. Vetëm 16. Për mua je ende vogëlushja ime. Babi, kjo nuk është e drejtë. Dëgjoj, pas disa javësh do të shkojmë të gjithë në plazh, siç kemi bërë çdo vit. Po gjithë shoqet e mia do të shkojnë për pushime vetëm. Kjo do të ishte dhurata më e bukur që do të më kishit bërë ndonjëherë. Me qëra fjalat e dhuratat, kemi një surprizë të vogël për ty. Po, është diçka e vogël që ta kesh për të lëvizur kollaj. Me të vërtet, faleminderit babush. Ha? E bukur, a? Po, faleminderit. E shikon? Mbeti pa fjalë. Unë nuk e di, mos ndoshta priste ndonjë gjë më të sofistikuar? Një biciklet me kilometrazh base? Jo, Mike, një motor skuter. Por motorat janë të rrezikshëm e kushtojnë. Përpiqemi të kursejmë ca dhe ndoshta ja blejmë vitin tjetër. Ai nuk do të ndryshoj kur. Për të nuk do të rritem kur për të ngarë ndonjë gjë më të shpejtë se bicikleta. Hey, Blum, në Gardenia do t'i kaloni pushimet këtë vit? Jo, ne së shpejti do t'ikim në fakt. Në të njëjtin plazh koti, a? Do të dërgoj një kartolin nga vendi ku do pushoj unë. Sa shkeq të shohësh ndonjë gjë. Hey, kujdes me atë skuterin. Është i ri fringo. E di? Kalofsh pushime të bukura, mici. Shihemi kur të filloj shkolla. Sa mbura vete. Vazhdo, Prakiko, sillu një herë vërdall. Si është puna, Kiko?
Kiko? Krahët diellor! Largohu me njerë, për ndryshe do të bësh viktime zanës së diellit të hënës. O, zoti madh. Koha mbaroj, Zan! Po çfarë po ndodh? Forca të gjithë të sulë, merrni Skeptrin! Skeptri im! A jep të Skeptrin! Tani si e shumë trim, ha? Lëre të shkoj! Ose për ndryshe unë... Prit, çfarë mund t'i bëj unë? Kapeni! Largohu! Unë e bëra këtë? Largoj duart nga Kiko, ja! Ja, këtu! Do të dështim si një bubulet! Ja! Wow, sa e fuqishme! A ndjehesh mirë? Unë e rimora Skeptrin tim dhe ti nuk më tonë. Thjesht po të kthej komplimentin, kafsh. Ki kujdes! Do të shihemi sërish jonde! O, zot, u zhdukon më në fund. Ej, a je mirë? Mu përgjigj. Bëj mirë të shkojmë në shtëpi, Kiko. Kjo vajzë ka nevojë për ndihmë. Nad, afro këtu. Pra, dështove. Nuk ishte faji i madhëria juaj, e pata skriptin në dorë, po pastaj u shfaq një vajzë toksore që i ngatroi të gjitha. Një vajzë toksore? Oh, por ajo s'ishte si gjithë toksoret e tjera. Ajo kishte shumë fuqi. Arriti t'i zmbrapse të gjithë vampirët e mirë. Interesante, ta ma përshkruaj si ishte. E po, prit pak, ajo ishte... Nat, ku i ke syzet? Ja, ku i ka madhëri? Atëherë vëri urgjent. Edhe një vegan më japën atë uaj, sa që sharake. Sikur të mund t'i vinte syze, do t'ishte më mirë. Oh, ka mundësi të mos e mbroshme? Po një vegan me syze është shumë që Qetësi, sharak. ajo vajzë mund t'jetë e rëndësishme. Mos u shqetësoni madhëria juaj. Një nga luftëtarët e mi mori këtë. Është një copë nga robat asaj vajzës. Për ne, kjo nuk është gjë, po për një gjigant gjuetar është shumë e rëndësishme. E shikon? Mirë, tani ktheu në gardenja dhe gjeja të vajzë. Dhe këtë herë, Mos na të shkje! Blum kam frikë se s'po të kuptoj. Mund të ma shpjegosh përsëri të lutem? Ta thash, babi, e sulmuan disa krijesa të tmerrshme. Ajo është një si lloj zane. E kupton? E shoh. Pra ti më beson atëherë? Jo, nuk të besoj. Duhet të shkojmë në polici e ta çojmë në spital këtë vajzë. Jo, të lutem, mos i tregoni as Po vjen në vete. Si ndihesh e dashur? Në rregull, jam mirë. Faleminderit që më Oh, ndihmon. nuk ka problem. Unë quhem Stella. Ç'kemi, Stella? Emri im është Blum. Mos duhet të telefonojmë prindrit e tu, Kjo Stella? do të ishte pak sa e vështirë, sepse unë vi nga një vend shumë i largët. Keni dëgjuar ndonjëherë për Solarian? Është një mbretëri shumë larg prej këtu. Unë jam një zan, po përpiqesha të hyja në kështjellën Alfea në mbretërinë magjishme. Patjetër. Më mirë po njoftoj policin. S'duhet të jesh gjeni për ta kuptuar që kjo vajzë ka fluturuar nga trut e kokës.
E po mirë, më beson tani? Unë e pash dhe e besoj, U babi. sulmova nga ato krijesa dhe u detyrova të ulem këtu në planetin tuaj. Vajza juaj më shpëtoi jetën. Ajo i sprap si vampirët me një mburojë energjie. Në fakt, unë nuk e kam fare idenë se si e bëra. Zanat nuk është nevoja ta dinë se përse i bëjnë gjërat, ato thjesht i bëjnë. Një zan? Natyrisht që je një zan, mos më thuaj që nuk je. Je regjistruar për programin e ri në Kështjellën Alfea? Është shkolla më e mirë për zanat e reja si ne të dyja. Jo, mjaft folët gjepura vajza, ju lutem. Ja ku jemi pra? E po, gje jetë vajzën! Këtej! Pra, kjo është dhëma jote. Wow! Veti ke bërë këto? Po. Që në kanë shumë të bukura. Më fal, unë jam pak e O zhurmshme. jo, nuk ka problem, Stella. Dua të them, asgjë nuk është në rregull. Unë ende nuk e marr vesh se çfarë ndodhi në park. Bloom, ti përdore fuqinë tënde për të më shpëtuar mua. Në botën time magjia është pjesë e jetës dhe fuqi si e jotja janë më se normale. Ashtu është bota jote? Ashtu? Po thuajse. Por këtu është shumë më bukur, shumë më ndryshe se atje. Besoj se varet me çfarë syri e shikon situatën, Stella. Unë ende nuk po e marr vesh se çfarë ndodhi. Ndjenja të forta si frika kanë nxitur fuqitë brenda teje të dalin në sipërfaqe. Ato kanë qenë gjithnjë atje, vetëm se ti nuk e ke ditur. Është thjesht çështje përqendrimi. Ti mund të bësh gjithçka me energjinë që ke. Shiko. Shumë mirë, tani është radha jote. Ktheju formën e tyre origjinale. Atëherë, Asgjë, nuk e bëj dot. bën mirë të vish me mua në Kështjellën Alfea. Është shkollë për zanat. Tani fillon sezoni i ri. Mund të mësosh të drejtosh fuqitë tua dhe jam e sigurt se ti do të bëhesh një zane shkëlqyer. Po ku është kjo Alfea? Është një mbretëri magnitëse magjie. Oh. Një vend për te kohës dhe hapësirës, ku gjithçka është e mundur. Po deshe ta tregoj unë shkollën. Kjo është një kartolinë pafund. Shiko pak magji. Tani eja pas meje. Nuk është shumë larë, aroma është e fort. Është edhe një zan tjetër. Do jetë dhe Stella me ta. Unë thjesht duhet të hidhem si ty? Oh, po, nxito para se të mbyllet porta. Aromën e saj, u shduk fare. Ha, zanat, nuk arrit ta besoj, është shumë qesharake. Pranoje, Mike, s'është as pak qesharake. Është e vërtet. Pranoje, ne të dy e dim që Stella është një zanë e vërtet, por ti ke frikë ta besosh këtë. Mike, nëse kjo është natyra e vërtet e Bloomit, kush jemi ne për ta ndaluar atë? Kjo është Kështjella e Alfeas. E bukur, ë? Jam e bindur që do të të pëlqej. Po shkollën e mesme që vazhdoj në Gardenia? Gjithçka po më ndodh shumë shpejt tani. Ti mendoje një herë. Unë duhet të nisem nesër në mëngjes me ose pa ty. Dakor, do të kthej përgjigje nesër. Tani si do dalim prej këtu? Shumë e thjeshtë. Mjafton të kërcesh lart. Prëjtje se kanë. Aroma u këthyje. Ato janë të kështë shtëpia. Punë e bukur, gjigant. Tani s'kam ku shkojnë. Do të hym nga dera e pasme dhe do ta kapim të gjithë familjen e befasi. Çfarë ka, Kiko? Do të luaj më vonë, mirë? Ik tani se jemi shumë të zënë. Çfarë? Përsëri e i uritur? Po ti sa po hëngre dark, do të duhet të presësh pak. Po çfarë po bën ky lepurush, po shkatron kuzhinën? Kiko, eja me njerë këtu. Çfarë po bën?
Ato vajza duhet jenë diku këtu rrotull. Jemi mbrapa teje. Çfarë? Tani, le ta rregullojmë këtë punë. Solaria! Ti budala, po arrim të mund një bjonde e vogël. Por, unë nuk jam një bjonde do si do. Bloom, ne jemi më pak se ata. Duhet i ndajmë. E kam një ide. Me të kuqet po merrem unë. Në rregull, bjonde. Dëshiron të shohësh se ç'mund të bëj unë dhe giganti, po ti isha në vendin tënd do t'jem mbathje me vrap që në këtë moment. Shumë mirë. Le të shohim tani se çfarë mund të bëni ju të dy kundër kësaj. Jo, po tani çfarë të bëj? Dielli përvalues. Stella po që di si komandohet magji. Stella! Bloom, mos u shqetëso, sepse kam thirrur specialistët. Kafe? Kjo është e pabesueshme. Unë jam gati, tani le ta çojmë në burg, aty ku e ka vendin. Po pse të nxitojmë? A nuk do ishte më mirë të luanim pak me të më parë? Mos do bëhesha kaq trim po të isha në vendin tënd. Në fundit ky është misioni ynë i parë. Si do ta dija që do ndodhte? Vini pas meje. Ska, ja mund të bëj diçka për të më ndihmuar. Çfarë? Është rrava ime kjo. Kjo ishte. Po, shumë mirë, por akoma nuk kam mbaruar. Vajza. Në rregull, kush do ta provoj shpatën time tani? E shikon të thash që mund të bëje. Atëherë që në kam vërtet një zan. Sigurisht që je, unë s'gaboj kur. Po iki. Më në fund, kjo gjë mbaroi. Bloom, takohu me 4 heronjt. Riven, Sky, Tini dhe Brendoni, ndihmësi i princit Sky. Përshëndetje. Hey ti, ku mendon se po shkon? Shihemi më vonë. E di çfarë? Për mua do të ishte shumë e lehtë ta pastroja gjithë këtë me pak magji. Faleminderit, por e bëj vetë. Blumi është gati. Zemër, je e sigurt për këtë? Po, babi, është momenti që unë të shkoj me Stelën në mbretërinë e magjisë në kështjellën e Alfeas. Na telefono sapo të mbrish dhe na tregon gjithçka. Ende s'mund ta besoj që ram dakord për këtë gjë. Po sikur të sëmuresh, po sikur të ndeshesh përsëri me ata përbindesha. Babi, të premtoj që do t'rregoj shumë kujdes. Blum, ne të duam shumë. Të lutem ktheu sapo të mbaroj sezoni verën tjetër. Do të na marr shumë malli. Edhe mua do të më marr malli shumë për ju të dy. Vërtet mendove se do të linim të shkoje kështu? Jo, do të vim edhe ne me ty. Vërtet? Wow, faleminderit babi, kjo është shumë e mirë. S'është gjë e madhe. Gjithsesi, dua ta njoh këtë hapësirën magjike për të cilën ti flet vazhdimisht. Atëherë, Stella, a mundemi ne? Po, në fakt rregullat nuk e lejojnë, por siç thuhet, rregullat mund të thyen. Gati? ne kemi lindur gati. Le të shkojmë në Magic!
ekzisto ka vërtet. Po tani ana beson? Jani, duhet të shkojmë. Tani fillon mësimi. Në episodin e ardhshëm në Alfea, Blumi gjen një jetë të re dhe shok të rinj të mrekullueshëm. Por në dimensionin magjik, ajo do takojë edhe shtrigat e shkollës Kështjella e Reve, dhe ky do të jetë problemi i parë me cilin do të ndeshet.